Nëse prindrit dëshirojnë me ditë çka tjetër ka të veçantë shkolla, për shembull keni edhe kujdesin shëndetësor, diçka të tillë? Po, kemi edhe psikologë të ndryshëm të cilët i kushtojnë shumë rëndësi shëndetit mendor dhe pjesës socio-emocionale që është shumë e rëndësishme. Në të njëjtën kohë kemi edhe shumë klube dhe aktivitete jashtëshkollore të cilat e bëjnë eksperiencën e nxënësave shumë më atraktive, vizita studimore brenda dhe jashtë vendit, gara në të cilet fëmijët marrin pjesë si simulimin e kombeve të bashkuara. Tash kemi pas një grup të nxënësve në Vjenë, në Turqi, mandej kemi mundësi bashkëpunimi apo shkëmbimi me shkolla të ndryshme në vende të tjera, sidomos për nxënësit e shkollës së mesme, ku fokusi është zhvillimi dhe orientimi në karrierë. Mandej edhe diçka që është shumë e rëndësishme të pjesa e shkollës së mesme është edhe java e praktikës së punës, ku ata shkojnë në institucione të ndryshme dhe zhvillojnë aftësi profesionale në fushat ku ata dëshirojnë të studiojnë në të ardhmen. E di që kanë qenë në distancë nxënës në televizionin e juj, ku ata kanë pasur si është gazetaria, po janë, domethënë, disa fusha shumë të rëndësishme edhe aftësi profesionale që ne mendojmë munden edhe duhet me i mësu në shkollë. Po, mos harrojmë me përmend edhe infermierën e shkollës që e ndihmën e parë në rastet specifike, sepse janë fëmijë dhe mund të ketë edhe eksese ndryshme. Po, sidomos te pjesa e kujdesit shëndetësor, ajo gjithmonë e ofron kujdesin nëse ka ndonjë lëndim, gërvishtje, ndonjë reaksion alergjik, është gjithmonë ato për m'ia dhënë kujdesin e parë. Ndihmën e parë.